Atëherë. Ariodit, e ke trajtu pak më parë në video tuja, po a duhet me ka një gru si burr për me ecë përpara, për shembull si përmarrje ose për me bë sukses? Po e kam trajtu, edhe e kam trajtu se unë vetë kam pa e qy kështu unë vetë kam hangër tek. Do e shkruaj me titra për kthim me letrare se s'kufto. Unë vetë kam pas atë gabim. E kam bë atë gabim. Unë vetë nga friga edhe nga vështirësitë që femnat kanë pas me bë sipërmarrje në Shqipëri. Unë vetë i kam ndërtu vetë disa maska që jam sjell si mashkull, jam sjell si një, se çfarë do të thonë mos sjell si mashkull. Mos sjell si mashkull është që ti çon zonin, vepron, reagon në mënyra të ashpra. Femna nuk është ashtu, femna është delikate, femna s'ka nevojë për me ushtruar atë lloj presionit. Por biznesi nuk është i lehtë, edhe sidomos në vendet si tonat, sidomos si ka kanë Shqipëria pa porta, edhe xhungël në një farë forme që paktën kështu ka kanë kur kam filluar, pa orientime, pa drejtime, pa ndihmesa. Po, e kam bë, edhe unë e këshilloj fortësisht femnave që sidomos tani që unë edhe mentoroj edhe flas në për stage, në për botë me femna, pra nuk e kanë pas problem vetëm na, këtë zbulova Giulio. Është ka kanë problem masiv, botnor, si më thonë. Dhe kanë pas shumë femna këtë lloj gjëje, vazhdojnë një pjesë e madhe me e bë, po themi ne bëjnë policën si punë dhe kthehen si mashkull. Në një kohë që nuk është e nevojshme, por duhet me gjetë edhe rrugën e mesme se si me e bë. Pra nuk duhet me kanë. Një gru mjafton me kanë, po gjeti vetin e vet, gjen ata personalitetin e vet, karakterin e vet, nuk është e nevojshme me kanë si mashkull. Aja bile në qoftë se me tamam femna pozicionohet për dijen që ka, për karakterin që ka, për personalitetin që ka, edhe për profesionin që ka, pozicionohet mirë te vendi vet, femna në biznes është stabilitet, është orientim, është stabilitet, është isaj si femna në shtëpi. Se edhe biznesi si shtëpia bëhet një moment caktuar. Domethënë është isaj. Teknologjia u bë humane kur hynën femnat mes. Para 6-7 viteve ku mungoshin femnat në teknologji, vendet më zhvilluara si Startup Nation Izrael kishin probleme, kishin fillu thirrje masive sepse teknologjia u zhvillua vetëm nga meshkujt dhe teknologjia ishte vetëm hardware, ishte shumë e ftoftë. Kur fillun me hy femnat, dhe ne kena sot shembuj, po marrim rastin e Mira Muratit, kur fillun me hy femnat në teknologji, unë kam thonë që para 6-7 vjeç, kur ne të motivojmë femnat me hy në struktura, biznesi bëhet më elastik, më human, më njerëzor, jo se mashkulli nuk e bën, nuk jam feministe, jam realiste në fakt. Por femna ka qëllim tjetër për çka ka ardhur në këtë jetë, mashkulli ka qëllim tjetër për çka ka ardhur në këtë jetë. Po. Kështu e them unë shpesh që si vlerë njerëzore jena të barabartë. Jena tani se para Zotit. Rolet janë ndryshme. Patjetër. Këto s'duhet me nuk duhet me e kalu, po. Nuk duhet me e përzi. Po.